Selam aleikum. Aleikum selam. Desha me bo hoqës një pyetje. Po, urdhroni, cila është pyetja juaj? A mundet me fol diçka për hoqë Elvis Nasën në Shqipëri, se ka punë interesant diçka. Në rregull, faleminderit për telefonatën tuaj. Ose do të flisni për hoqë Elvis Nasën, që këto ditë kanë qenë të shumta debatet. Unë nuk e kam zanat me fol për emrat përvetshëm. Pikërisht që do të thotë neve na intereson vlera, dhe nëse bëhet fjalë për diçka të pahishme ose që spajtojmë atë, ne mundohemi që më fol për dukurinë, jo për njerëz. Hoxhën Elvis Naçi më tonë një herë kam taku, do të thotë s'kam pasur më taku, dhe atë takim njerëz kam taku ka qenë takim shumë i këndshëm, shumë i mirë. E kam pasur njerëz të edukuar dhe të sjellshëm, dhe për të kësaj nuk di. Tjetra do të thotë po ndëgjoj fjalë të mira për ndikimin e tij pozitiv dhe të mirë tek rinia dhe tek njerëzit, po gëzona për këtë me të vërtetë. Dhe lusolon që ti e bereqet dhe ti e hajër në punët e tij, apo edhe çdo hoxhë tjetër, apo. Dhe tjetra sa i përket do të thotë fushatave që po organizohen kësaj rrodhe për Elvis Naçin, para do kohë kanë qenë për mua, dikon ka qenë për dikën tjetër. Unë mendoj se këto janë fushata të dëmshme dhe janë të rrezikshme dhe nuk janë të sinqerta. Do mendoj që ne nuk jemi në favor dhe nuk e kemi punë që hoxhallarët me i godit. Dhe është interesant, subhanallahu, që njerëz saktuar posa një hoxh fillon me pranuar njerëz dhe me ecë, me njerëz tërbohen dhe me njerëz trazohen dhe vazhdojnë me godit. Unë gëzohem me të vërtetë dhe nuk kam ndonjë pengesë absolutisht as në kuptim të konkurrencës, as në kuptim të ndoshta se mund ta kupton dikush se na hoxhallar nuk kemi elhamdullah gara konkurrente për autoritet, por kemi për ndikim dhe për sevap. Nuk më pengon që vallahi një njeri sikurse ai, domthon me pas ndikim edhe me depërtu dhe me shkuar. Unë uroj sukses dhe kisha pasur që Zoti na bashkon punëtar dhe në punë të mira, dhe po them prap, për aq sa e nja kam vlerësime pozitive. Është sikurse çdo kush prej tjerëve, sikurse unë dhe tjerë jemi njerëz gabojmë. Mirë që ato ku ka gabuar me ndjek rrugën e Muhamedit për përmirësim. Dhe ajo rrugë e pejgamberit nuk është Facebooku, as nuk është publiku, por dihet si bëhet kjo punë. I formulon gabimet afton, i argumenton dhe shkon taj, unë besoj që ai është shumë i kpres dhe bujar, edhe drejt qet, edhe të pret mirë, edhe muhabet bën, edhe të ndëgjon, dhe nuk të ofendon, nëse ti jap letër thosh unë e kam pa, se ti në këtë lexon këtë e ke thënë këtë. Ky a ditë nuk është i saktë, ky nuk ka mirë rregull, jam i bindur, spaku sa një pe takimit që kam pas, po edhe kështu sa kam ndryp atë, besoj që ai nuk kishte më refuzu këshillën e çdo kujt tjetër. Kështu do të veprojnë ata që kanë ndonjë kritikë eventuale ndaj tij. Po kështu, ama më bë publike edhe më linçua xhallar dhe me fol dhe me bërti dhe me fol ofshama dhe me që nuk është metoda pejgamberit sa më dhe unë me të vërtetë po ndina i zgënjur kur po ndëgjoj se hoxhallar domon po etiketohen, po fryen, po fliset për ta kështu më radhën. Dhe mendoj që ai dalë aty në skenë, domthonë është një prurje e mirë, është vallahi mendoj prurje pozitive dhe e harit për shqiptarinë në përgjithësi, dhe lutem Zotin xhallahu ala që jo vetëm atë, po shumë tjerë me i shtu dhe me i bën, nga se kemi nevojë vallahi për shumë edhe Elvis Naçi, edhe kemi nevojë për shumë të tjerë, të cilët me të vërtetë janë afër me popullin, punojnë me popullin dhe largojnë ignorancën dhe largojnë dukurinë negative. Dhe mendoj që na duhet bashk dorë për dorë me punu për të mirën e këtij vendi, për të mirën e këtij populli. Qartë.